Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahu në falenderojmë, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi krijesën të dashur të Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën të sinqert, të na bën pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bën për atyre që e përmirësojnë sjelljen, akhlak, moral të lartë kemi. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bashkon në Xhenetul Firdaus pa llogari dhe pa dënim, të jemi bashkë me pejgamberët, me dietarët, me shehidët, me siddiqunët, të sinqertë, njerëz të mirë. Ashtu siç e ka bashkuar në këtë vend, në këtë mektep. Dhe ndëruar, vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidat Ahlus Sunnah wal Jamaa ala dawl al-Kitab was Sunnah, Aqida e Ahlus Sunnah wal Jamaa sipas librit të Allahut, sipas dritës shkëlqimit të Kur'anit dhe Sunnës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, sigur që kemi përmendur akida dhe tauhidi është prej landëve më të rëndësishme, sepse ai i cili vëllezër e realizon tauhidin, ai i cili e mëson tauhidin, e njëson Allahun të vetmin, e adhuron të vetmin dhe e realizon në praktik tauhidin, ka me hi në xhennet bi ghairi hisab, pa llogari dhe pa dënim, do ta kalon urrën e siratit sikurse më thot sa çel e mshelsyt. Ndërsa ai i cili më thon e mëson tauhidin dhe nuk i bën shirk Allahut azza wa jalla dhe ngatron, nuk e realizon tauhidin, ama proprio doja e tauhidit është se është në ditën e gjykimit në mëshirën e Allahut apo në dëshirën e Allahut. Nëse don Allahu, domethënë është në xhenem, pastrohet, por edhe nëse hin në xhenem, njëri ka më dorë për shkak të tauhidit, për shkak të akidës, besimit që e ka në Allahun azza wa jalla të pastër. Kjo është domethënë dobia e mësimit, e leximit domethënë të librave të tauhidit, domethënë sepse gjatë mësimit, gjatë leximit, domethënë gjatë kur mëson tauhidin, domethënë ti e pastron tauhidin tënd. E njëson Allahun azza wa jall ashtu siç duhet, e adhuron Allahun ashtu siç duhet. E Allahu thotë in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayi'atikum. Nëse largoni prej mëkateve të mëdha, të cilat ju, domethënë Allahu ju ndalon, mëkate vogla ja falin, thotë Allah. Pra ai i cili e realizon tauhidin edhe largohet prej mëkateve të mëdha, Allahu ja fal mëkatet vogla, sepse çdo prej neve ka normal mëkate të vogla, por ndonjëherë edhe besimtari dhe mu'mini vepron mëkate të mëdha, por besimtari më njëherë kthehet tek Allah. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah. Ata që bëjnë amoralitet apo bëjnë mëkat, i bëjnë padrejti vetes, dhakaru Allah, përmendin Allah. Fastaghfiru li dhunubi, më njëherë kanë falja. Nuk e zgjat apo. Më njëherë kujton se ka gabuar, po. O me yakfiru dhunubi illa Allah, fa Allah kush i fal mëkatet, se kush pas Allahut azza wa jall. Sot do të flasim për gjërat të cilat e prishin besimin. Domethënë ato gjërat të cilat e shkatrojnë imanin. Prej gjërave është edhe nifaki. Nifaki ndahet dy lloje, i madh dhe i vogël. Nifaku i madh të nxjerr prej islamit. Dhe kena me shpjegu se çka është, edhe nifaku i vogël nuk nxjerr prej islamit, është prej mëkateve të mëdha. Tarifu nifak. Pra çka është nifaki në aspektin gjuhësor? Domethënë me akhudh min nafaq, është e marrur prej fjalës nafaq, tunellat. Rrugë me didalje përmes së cilës kalon urithja. Ka domethënë hyrje edhe dalje. Sikur që është tunelli apo. Kjo domethënë nafaqa, kur e përdorin arabë domethënë në aspektin gjuhësor. Kurse në aspektin e shariatit terminologjik është idharul islam wa ikhal kufr. Paraqitet para njerëzve se është musliman, edhe mirë po e fsheh kufrin. E fsheh domethënë kufrin në brendësinë e tij.
A kështu para njerëzve bëhet se është musliman. Kjo është domethënë munafik i vërtet. Bihaythu yukhalif qawlu al-munafiq fi'luhu. Pra fjala e munafikut është kundërshtim me veprën e tij, edhe me zemrën e tij. Wa yusamma al-munafiq zindiqan fi istilah al-fuqaha. Kurse fuqahat e quajnë munafikun zindiq. Fuqahat kur thonë zindiq, ai është pra munafik. Ai është diftirsh. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thot az-zindiq fi 'urf al-fuqaha huwa al-munafiq. Zindiqu tek fuqahat është munafik. Alladhi kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa an yadhhar al-islam. Munafiku i cili ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam në krye me Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ka qenë krye e munafikave. Wa huwa an yadhhar al-islam wa yubtin ghayruhu. Do të thonë e shfaq islamin para njerëzve, kurse kufrin e fsheh. Qoftë kufri i krishterëve, i jehudive, i mejusive, i zjerputisave, do të thonë ateistave, agnostikëve që shkojnë në fundit, e fsheh kufrin edhe e nxjerr islamin. Wa yanqasimu nifaq ila naw'ain. Nifaku ndohet dy lloje vëllezër. Al-awwal an-nifaq al-akbar. Nifaku i madh. An-nifaq al-i'tiqad, do të thonë nifaku me besim me zemër. Pra sigurisht e tham, në zemër ka kufrin, nuk e don Allahun, nuk e do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e urren islamin, ai paraqet se është musliman. Wa huwa an yudhhir al-insan al-iman thumma yubtin ma yunaqid dhalika. Pra nifaki i madh është paraqitët e shfaq njeriu thot imanin, mirë po në brendësi e fsheh kufrin, e fsheh urrejtjen ndaj islamit dhe muslimanëve. Dhe Kurani ka zbritur, domethënë, ka shumë ajete për munafikat, të cilët i ka bu, domethënë, kafira. Ata janë kafira, munafikat, dhe ata janë edhe më poshtë se kafirat në zjarrin të xhenemit. Pra një grad më poshtë, derekat. Xheneti ka darajat, gradat larta, i ka 100, Allahu inshallah deri te 100 atë hipim te Firdausi. Xhenemi ka derekat, të poshtë, shkallëzim për të poshtë. Shkolla më e ulët është shkolla e munafikave. Rada më e ulët e xhenemit është rada e munafikave. Thotë Allahu Kur'an, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Me të vërtetë munafikat janë në shtresën më të poshtë të zjarmit të xhenemit. Ata janë edhe më poshtë se kafirë rreziku i tyre është më i keq se i kafirave. Kafirët domethënë e kanë qartë, e kanë kufrin e tyre, armiqsinë te Islami. Mirë po ata dëmohen se janë para syve musliman, kurse domethënë në brendësinë e tyre e fshehin kufrin edhe urrejtjen ndaj Islamit dhe ndaj muslimanëve. Disa lloje të nifakit të madh. E para është takdhib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, au ba'd ma ja'a bihi. Me përgënjeshtru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me përgënjeshtru diçka që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra sigur se është shembulli i kuranistëve. Ata e përgënjeshtrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata thënë domethënë vetëm ata besojnë, thënë se është pejgamberi alaihi salam, mirë po hadithet pejgamberit alaihi salam i mohojnë ato. E këto automatikisht e mohojnë edhe Kur'anin. Sepse Kur'ani thotë wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Atë që u jep pejgamberi alaihi salam merrni, wa ma nahakum anhu fantahu. Edhe atë që ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largohuni. Edhe sa ajete ato në Kur'an që tregon se duhet me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ata çfarë thonë? Ata thonë, domethënë vetëm çka ka në Kur'an ne besojmë, tjerë kur gjos besojmë. Këto janë kafira. Këto janë kafira, sepse këto e mohojnë fjalën e Allahut azza wa jall, sepse ne ju them atyre, nëse ti e merr çka ka në Kur'an, atëherë ajde tregon si falet namazin. Kush na mëson neve? Na mëson fjalët e pejgamberit alayhis salam. Kur'an nuk tregon si falet namaz, apo si agjerohet, apo si i për zakatit, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu thotë: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne kemi më mbrojt. Allahu azza wa jall e mbron Kur'anin me
dietarët, me sahabët, me hafidhat e Kur'anit, me e bronë edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sahabët, sikur që kanë qenë sahabët që e kanë shkruajtur Kur'anin, por e kanë shkruajtur edhe fjalët e pejgamberit alaihi wasallam. Edhe i kanë marrë mend, sikur që është Abu Huraira, edhe Abdullah ibn Umeri, ibn Mas'udi, Aisha radiallahu anha, pastaj këta e kanë transmetuar sahabët e tabi'in, pastaj etba'it tabi'in, sikur që është Bukharia, Muslimi, Ibn Majah, Tirmidhi, Nesai është 304. Pejgamberi sa i ka pranë 3 shekuj, më të mira, 304 Imam Nesai, domethënë ndron jetë, 304. E kështu Allahu azza e ka edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ata i mohojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta vëllezër është bugdu sallallahu alaihi wasallam, e urrejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e urrejnë pejgamberin alaihi wasallam. Au bugd majabi, ose e urrejnë diçka që ka ardhur pejgamberi, me diçka që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e urrejnë. Mirë po ato paraqiten se kurse e dojnë. Treta është idhar al-farah was-surur bihazima wa inkhifat din al-islam. To thotë domethënë gëzohen kur muslimanët nënçmohen, po shtorsohen apo vriten. Apo dhe islami, kur nënçmohet islami dhe musliman, këto gëzohen ata. Domethënë munafikave të vërtet. E katërta është i'lan al-huzn wal-karaha hina yantasir din al-islam, edhe kur islami shkon përpara dhe musliman ecin përpara dhe fitojnë, ata mërziten ata, dëshpërohen. Madje disa edhe shfaqen me gojat e tyre atë mërzin edhe dëshpërimin. Gjithashtu vëllezër, adam i'tiqad wujub tasdiq an-nabi, ata mendojnë se s'duhet me besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e wujub ta'ati, dhe nuk duhet me u bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është lloji i parë vëllezër, lloji i parë i më thonë nifakit të madh që të nxjerr pe islamit. Sepse kur themi lloji i dytë është nifak i vogël, a? Çfarë është nifak el-asghar, nifak. Kjo është krahasim me të madhin. Nifaku i madh nxjerr prej islamit. Kur themi nifak el-asghar, pra nifaku i vogël, dyftësia e vogël, domethënë mëkat i madh është. Ama është i vogël në krahasim me, domethënë nifakun e madh. Sepse është pra ato çfarë kemi për shembull cilësitë e munafikave, ato cilësitë e nifakut që kemi përmendur, dhe këto cilësitë të ndryshme vëllezër, domethënë nuk nxjerrin për islamit, por janë në një grad me alkoolin, me pirjen e alkoolit, në një grad më thonë me bizozin, me kamatën e potencialit. Pra, këto cilësitë e munafikëve. Pra besimtari duhet domethënë me u largu. Pra ndash, më thonë për cilësive të vogla, ndash për munafiklëkit, pra besimtari me pastru zemrën e tij. E nifaq el-amali, kjo quhet nifaq el-amali, më thonë nifaku, dyftësia, më thonë në vepra. Ajo që itiqad në besim, ajo nxjerr për islamit, kjo është në vepra. وهو فعل بعض الأعمال التي تخالف مقتضى الإيمان, veprimi i disa veprave të cilat e kundërshtojnë imanin, e zbehin imanin, e dobësojnë imanin, e nxin zemrën. Këto vepra e nxin zemrën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kush i ka 4 cilësi është munafik për ne. Pra sa më shumë cilësi që kemi përmend, nifaku të vogël i tubon të besimtarit, më thon bëhet munafik bëhet. Thot kush i ka 4 cilësi është munafik i vërtet. Wa man kanat bihi fihi khislatun minhunna kanat fihi khislatun min an-nifaq, kush ka një cilësi për këtyre cilësive, ka një cilësi për të nifakut, pra nuk është munafik, por në zemrën e tij ka nifak. Çka ka sëmundje atë? Ai domethënë e ka dëmtu imanin e vet. Ai nuk ka mundësi ta shijojë ashtu siç duhet ëmbëlsinë e imanit. E para është idha haddatha kadhab. Kur flet rren. Gënjen. Gënjen është vepër e keqe, Allah na ruaj. Wa idha ahada ghadar. Kur bën marrëveshje e thën marrëveshjen, ghadar, tradhton.
Wa idha wa'ada akhlaf. Kur premton, e thën premtimin. Wa idha khasama fajar. Kur grindet me njerëzit, pëlset. Ma thonë, del për kontrole. Fol, bëjo kje dhe fjallë, pa lidit, kufrit, apo fol edhe fjallë, ma thonë që edhe të ofendon. Kur s'ka argumente, nisa pëtan e me të nënçmu edhe të ofendua. O idha khasame, fajr. Hadith është në Bukhari. Gjithashtu edhe hadithi e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, dhe kjo është i sakt, ende Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ajet el munafik thalatha. Shenjat e munafikit janë 3. Idha haddetha kadhab, nisa e para është kur flet rrejn. Wa idha wa'ada akhlaf, kur premton e thën premtimin. Wa idha tumina khan, dhe kur I besohet emanetin nuk e çon në vend. I jepet emaneti, tash është emanetin në vend, ai nuk e çon në vend. E që ka thonë sa për ato që janë emanetin në vend ditën e gjykimit. Allahu ka më shti në një hadith të vërtet, ka më shti Allahu azza wa jall emanetin në xhenem, edhe ka më thonë shko mbere në fund xhenemit emanetin. Edhe ka më shku me marr, duke nxjerrë ato prapë ka më ra emanetin. E emanet do të thonë është emaneti më kryesor është Islami, imani vëllazër. Pas e kemi emanet që na ka dhënë Allahu çdo send që na ka dhënë. E ai si do të thonë nuk e bart emanetin siç duhet, edhe nuk e praktikon emanetin që na ka dhënë Allahu siç duhet, e ka trastuar emanetin e Allahut. E kemi edhe vlat emanet dhe këtë më thonë janë që na ka dhënë Allahu përgjithësi, do të thonë I kemi emanet. Allahu thotë Kur'an ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum. O ju që besuar, mos e trastoni Allahun dhe pejgamberin, e pastaj ju ti trastoni emanetet tuaja. Pra, wa idha tumina khan, kur I besohet emaneti, nuk e çon emanetin në vend. Bismillah. Sifat el munafiqin. Pra, cilësit e munafikave Allahu azza wa jalla ka përmend shumë në Kur'an munafikat. Sigur thotë Ibn Qayyim ka thënë shumë, domethënë Allahu shumë ka folur për munafikat. Vetëm surën Bekare në fillim, domethënë Allahu I përmend sifatet e besimtarëve, Alif Lam Mim, në domethënë në faqen e parë, pastaj në kafiru I përmend di ajete për kafirat, pastaj I përmend 12 ajete I përmend për munafikat. E prej ajeteve yukhadi'u wa min an-nasi man yaqulu amanna billah. Domethënë Bekare. Ka për njerëzve që thonë besojmë Allahun, wa bil yawmil akhir. Besojmë edhe ahiretin. Wa ma hum bimu'minin. Ata nuk janë besimtar. Yukhadi'un Allah walladhina amanu. Ata mundohen ta mashtrojnë Allahun, edhe besimtarët. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mirë, ata nuk e mashtrojnë askën tjetër pos veten e tyre. Wa ma yash'urun. Mirë, ata nuk e kuptojnë. Fi qulubi maradun. Ata në zemrat e tyre kanë sëmundje. Marad është nifak. Do të thonë nifak. Dyftërsi. Kjo është sëmundja e tyre ata. Ju kanë nxirr zemra. Prandaj edhe kanë perde, edhe kanë zemrën e kanë wa qalu qulubuna ghulf. Ne kanë mbështjell zemrën diçka. Ju kanë mbështjell zemrën atë për shkak se intriga që kanë ata, shkak se urren Islamin, se don Allahu ja ka bo zemrat me dri, ja ka mbyll zemrat. Fi qulubi maradun fazadahum Allah marada. Allahu edhe më shumë ja shton sëmundjen. Edhe më shumë u ashton nifakun. Walahum adhabun elim mum bima kanu yakdhibun. Ata kanë thot dënimin e dhëmshëm për arsye se kanë rrejt, gënjeshtar. Janë mundu ta marrëtojnë Allahun, ta rrejnë. Janë mundu të marrëtojnë besimtarët, edhe Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit kam ia nxjerr turpin. Kur kam i urdhnu, më thonë se Allahu më thonë çish tallet me ato Allahu azza wa jalla, më thonë ditë gjykimit kam tall Allahu me ata, kur do të urdhnohet që me rast se dekret, të kanë me shku në xhenem, që kanë bërë shirk Allahut, kanë me besimtarët e munafikat. Edhe Allahu azza wa jalla kam thënë jam yud'auna ila sujudi fala yawma yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Në adit kanë më urdhnu me rast se, pas kanë më rast, mund me rast se. Munafikat kanë më kokën shpinës. Besimtarët kanë më rast se. Gjithashtu mashtrimi I tyre është kur kanë kalu urën e siratit, në mes të urës të siratit kanë më ushkim dritat. Allah kanë më dhënë drita njerë. Pra do kanë thonë besojnë Allahun. Mirë po me zemër s'kan besu. Dhe besimtarët e kalojnë urën e siratit, kurse munafikat
më thënë qalu dhuruna naqtabis min nurikum, nalëve pak të mana dritë për juve. Qila irji'u warakum faltamisu nura, besë në këthoni mbrapa ku shpërndonë, që ati dritat ku javon, së ative Allah unë jep drita. Kështu ta Allah azza wa jalla me ato. Pastaj kur kthejnë mbrapa bin zjarr të xhenemit. Këtu do shten munafikat. Edhe për gjithmonë kanë me kon zjarr të xhenemit. Allah i na ruaj. Pra, për këtë ajet marrim se el-kadhib, ato rrein. Wal mukhada'a mashtrajn. Në cilësitë e munafika rrein. Mukhada'a mashtrajn. Ato pretendojnë se el-iddia wa iddia al-islah. Ato pretendojnë se përmirësojnë, do të përmirësojnë edhe pse ato bëjnë fesat. Do më thonë, wasfum ahlul iman bisefe, edhe precisime të munafikave, muslimat i konsiderojnë mendje lehtë. Këto mendje lehtë. Këto të prapambeturit, këto të mashtruarit ato. Këto kanë teptisa ato, aty në xhami. E përmend dhe shpesh njonin pa thonë Ismaili e çon ballin për tokë ato. Dhe të shpëton ato, Allah ja fal, Allah ju zof inshallah. Edhe do më thonë, mendojnë se ato, kjo është, prej sifateve të tjera ato i konsiderojnë, do më thonë, besimtarët një grad ma poshtë, si në çmung, si të poshtërsuar, mendje lehtë. Do thonë, këto i kemi nxjerrë prej ajetit. Gjithashtu ajeti tjetër të Allahut në Kur'an, wa min an-nasi man yu'jibuka qawlu fil hayati ad-dunya. Ka disa njerëz të pëlqejnë fjala e tyre kur bisedon, kur fol orator, eloquent. Allah thonë, fol belaga, shumë pastër fol ato. Pëlqejnë fjala e tyre, sa bukur flet. Qawlu fi hadhiya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa alad al-khisam. Edhe Allah janë nxjerr atë që ka në zemër. Wa huwa alad al-khisam. Edhe është që polemizon shumë. Wa idha tawalla sa'a fi al-ard liyufsida fiha. Kur ja kthen shpinën aton, shpejton në tokë që të bëjë fesat. Wa yuhliku al-hartha wa nasl, edhe shkatron, më thonë, të mbjellat korat, wa nasl, edhe familjen e vet e humb. Nasl është prerë, pasardhës e tij humb. Shkatron. Pse është munafik. Pse është i keq ato. Nuk e edukon evlat në Islam. Pasardhës e tij. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allahu nuk e do fesadin. Allahu nuk e do çrregullimet në tokë. Wa idha qila lahu ittaqillah. E kur i thot atë kefrik Allahut, besimtarët do thonë, Allahumma ij'alni minal muttaqin. Wallahu bona për të devotshme. Kur i thot atë bëj devotshëm, e ka dhëtu al-izzatu bil-idhn. E ka fat euforia për të bënë mëkat. Me folë dhe fjallë të thësht. Fa hasbu jahannam, ati do të i mjafton xhenemi. Wala bi'sa al-mihad, dhe sa djep i keq është xhenemi. Pra për këtij ajeti nxjerrim se ata kanë fjalë të bukura, flasin mirë. Zukhrufut al-alfaz. Domethënë gjithashtu ata janë domethënë mendje mëdhej. Dhe kur ju përmend atë dënimi i Allahut, ata domethënë marrin fuqi për me bë aftonën mëkat. Ajeti tjetër në Allahut është gjithashtu Allahu thotë në suratul Bekara, në suratul Nisa është. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Munafiqat mundohen ta mashtrojnë Allahun. Wa huwa khadi'un. Allahu ka më mashtruar. Ka më mashtruar, sigurisht e përmendëm në xhenem kanë thënë Allah. Wa idha qamu ila as-salati presive, kur qohen për namaz, qamu kusala. Ata qohen me përtasi, me debellëk. Kjo është si e keqja. Sëptar du të kërë që ka thonë, rihna bis salat, ja Bilal. Thire i kametin, o Bilal që të pushën nga namaz, kër ka pas pejgamberi alayhiselam probleme, fezja ila salat, ka shpejtu, ka knaq namaz. Zemra e besimtarit i don veprat e mira. Gjuilet as-salatu qurratu aynun li. Ka thonë, më është bëfët namazi bebza e syrit, ka thonë pejgamberi. Knaqësia më e madhe më është bëfët në namaz. Wa inna lakabiratun illa lil khashin. Namazi është i rënd, përveç se ata që kanë frikë Allahut, për ata është kënaqësi. E për sifateve të munafikave, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Me dembërllëk, yuraun an-nas. Më thonë, e bëjnë për si e faqe namazin. Për njerëzit, për të lavdëru, për të dëgju. Men semma Allahu bihi, kush e bën një vepër për të dëgju, Allahu ka më mësuar njerëzve që ta kuptojnë ata se ki është e bëu këtë vepër për të dëgjuar.
Ka më thonë, dëgjoj ka qëllim veshim u kënaqsh. E bëni vepër ta shoh, hajde çka më fol, çka më lavdëruj njerëzit më kënaqsh. E bën domosdoshmë për ta kënaqur shpirtin tonë, epshin tonë unë kënaqsh. Jo unë kënaqsh Allah. Men ra Allahu bi. Kush e bën një vepër për të parë, Allahu ka më mundsu njerëzve ta kuptojnë se kjo është e bëni vepër për të parë. Ka më lart ta bëjnë vepër që ta shohin njerëzit. Kjo është se si e munafikave. Yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Edhe Allahu nuk e përmendin shumë pak. Besimtari e përmend Allahu shumë. Prandaj vëllezër sot u ka shtuar edhe smundjet, janë shtuar stresi. Mirë po ka njerëz vëllezër shka kur të tregon, kanë treguar 1 orë, 2 orë për shembull përmend Allahu, ka për musliman. E ka mbush jetën me vetë. Thot namaz natë fal 1 orë, 2 orë. Kur'an lexon 1 orë, domethënë 4-5 orë ka ilm merr. E ka mbush jetën e tij me ibadet. Çeti aton, po ka qenë fal namaz shpejt. Edhe kur ta shoh, aton kam problem. Besimtari aton e mbush jetën sa më shumë me mbush jetën e tij me ibadet. Çfarë më afër Allahut, as më shumë shijon kënaqësi. Në të kundërt më thënë të munafikave, wala yadhkuruna Allah illa qalila, shumë pak e përmendin Allah. Mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha illa wa la ilaha haula. Atë mes as na thonë këton, as të musliman zbon rahat, as të qafira zbon rahat. Se këto thonë apo se kur kena besuar apo Allahu te pejgamberi, ama si kanë besuar. Edhe të musliman nuk bon rahat. La ilaha illa as ka musliman as ka qafir. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Kan Allahu e devion, nuk ka kush e udhëzon. Nuk ka kush e tregon rrugën e vërtetë. Në po këtë kemi problem devijimi është për shkak të intrigave të tjera. Sa Allahu nuk e devion, kemi thënë të sinqertin. Allahu shikon zemrat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allahu nuk shikon fizionomin tuaj, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Po pejgamberi asam, Allahu shikon zemrat e juve. Shikimi i Allahut është në zemrat e juve, edhe veprat e juve. E nëse Allahu shef në zemrën tonë hajr, ta jep hajrin. Nëse shef intriga në zemrën tonë, mashtrime, dredhina, Allahu ta jep sherrin se çfarë ke në zemër ata. Allahu thot Kur'an, "Ya'lamu Allahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra." Nëse Allahu shef në zemrat e juve hajr, Allahu ja jep hajrin ata. Ja jep të mirë ata. Pra me pas mirë, mendim të mirë për Allahun azza wa jalla, Allahu nuk i ban padrejtiacion, wala yuzlimu rabbuka ahada. Zoti jot askujt nuk i ban padrejti. E për këtë ajete nxjerrim cilësia e tyre është mukhada'a, mashtrus, dredhacak, bëjnë dredhia ata. Kasaluhum, dembela, wa da'fuhum inda al-qiyam ila ada'i al-ibadat, janë dopt ata kur do me bodhin e ibadet në punë. Për tatësi ata, sigurisht se me pas këtë kodër në shtëpi. Khususan në salat, sidomos për namaz. Shumë për namaz janë dembela. Gjithashtu ata nuk janë të sinqertë. Për arsye se zemrat e tyre janë të sëmura. Gjithashtu ata nuk e përmendin Allahun, vetëm se pak. Edhe ata, domethënë nuk janë rahat ata. Zdin çka me bëj, nuk janë vetë. Domethënë të hutum. Au ka sayyun as-sama', sigurisht Allah thotë sigurisht në domethënë kur domethënë shivja tonë vetë time edhe ata kanë kallë zjarm, ata thonë zjarmi jashkim vetë time edhe mesin ata të hutum. As musliman, as kafirat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vërtet, "Athqalu as-salati 'ala al-munafiqin salatu al-isha." Namazi më i rënd për munafikat është namazi i yatsis wal fajr, edhe namazi i sabahit. "Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Thot sigur ta din se çfarë vlere ka në namaz të sabahit dhe në namaz të yatsis, do të kishin shku zvar, duke u zvaritur zhak, kishin shku vetëm me fitu shpërblimin e madh që kemi fitu para Allahut në gjykim. Më thonë qëllimi i hadithit është me shku në xhami vëllazër. Hadithi është në Imam el-Bukhari. E thot autori thot namazi i yatsis edhe i sabahut është një peshore për besimtarin. Ai i cili më thon shkon e fal në xhami sabahin edhe yatsin, do më thonë
Kjo dëshmon se ky është mu'min. Ndërsa ai që nuk shkon ka cilësi për cilësive të munafikave. Sepse a thonë për asam, namazi më i rëndë për munafikat është namazi sabahit edhe jasin. Madje edhe në kohën e sahabëve shpesh kanë dalë munafikat në sabah. Shpesh kanë dalë në jasin, vetëm që kur ka thonë për asam këta ditë ato kanë thonë mos ta diktojnë muslimanë se janë munafikat që edhe ne dalën në sabah. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, u ka thënë para saf Abdullah ibn Ubay ibn Selul, u ka thënë kam ka thonë dëshmojmë se ti je pejgamberi i Allahut. Ai është naves. Ai është gënjeshtar. Disa, më thonë, cilësit të munafik, më thonë të një fakët të vogël, disa cilësit, përmenim inshallah. E para është dhe zër, yad'un al-iman wa hum kadhibun. Këta, thot, pretendojnë se kanë iman, mirë po këto janë gënjeshtar. Yad'un al-islah wa hum al-mufsidun. Si ja ditë, pretendojnë se bëjnë përmirësim, ama ata janë fesadxhi. Ata bëjnë fesat, çrregullim në tokë. Yarmun al-mu'minin bis-safah. Sigurisht që përmendëm besimtarët, domethënë shpifin besimtarët dhe thonë fjalë këqija që ato janë domethënë mendje lehtë. Wa hum as-sufaha al-haqiqiyun. Ata janë mendje lehtë të vërtetë. Katërt, aqwaluhum muzakhrafa. Fjalët e tyre ato i zbukurojnë. Domethënë folin shumë bukur, shumë mirë. Stërpolluesi tek kanjos. Që kanë përkthyer një hadith, halak al-mutanatti'un. Janë shkatruar ata që e teprojnë në fe, di? Edhe sa më thonë kjo fjalë është e mirë, stërhollues, ato që e bëjnë stërhollojnë fena tek kanjos, domethënë tek mendja. Apo do të thonë kam qëllimin kur ti ndëgjosh disa ato shumë mirë folën ato. Kur t'ja kshirë zemrën shprast, s'ka kur gjon zemrën ti, s'ka rahmet, s'ka mëshirë. Zemra e mbushur me mllef, me urrëtie, me xhelozi, me kibër, me melimatësia. S'ka kur gjë, veç gojë. Veç pi gojë ideal aftën. Ideal ajo, domethënë kurse është ka iman aftën ama në zemër, s'ka kur gjë. Wa ibaratum munamqa wa hum alad al-khisam, edhe kur ta polemizosh ai domethënë shkatron në debat shumë i fortë. Edhe del pi kontrolle. Edhe pesë ato idha qamu ila salati qamu ghusala, dhe kur ngritën për namaz ngritën, më thonë, me përtasi. Kanë mbetë edhe 15 tjera, janë 20 kanë për inshallah. Këto inshallah në dersin e ardhshëm. Lutim Allahun azza wa jalla që Allahu të na bën të sinqert, ne pastron zemrat tona prej nifakut, prej cilësive të munafikave. Lutim Allahun azza wa jalla që Allahu na bën këtë vepër të vendon në peshorën e veprave të mira. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.